Menoni që unë e mësë me basmesu që e rënoj me bashkëkomta gjenatën deme, që e rënoj një shtetë 24 milion banor, i 5 në Evropë ka fuqia ushtarake këshnar shuda, po në kom pas besim, si kom besu perceptimit, midis Prishtinës, bashkëkonik të tu, kanë thonë dërzonë nëse s'ka republik, dinin zhjedet Serbis, bane këtë pun, na i kina falë. Do partijë në ardhe i kanë amnestu, që kjo partija jote i ka shti në nësqetë u lapi iman. Unë se kam gajle këtë pun. Po partija jote po ju zgjedhet vazhdimisht. Shko ka lidhje këtë pun. Ka shumë lidhje. Kur va lidhje me ka uzë nuk ka kjo. Unë e vazhdoj, edhe të koja ka me vazhdu me besu. Gjeni ku janë defektet, se nuk është ka hez diçka. Profesor Muja, këna me vazhdu me besu, me luftu edhe me tregu veç të vërtetën, edhe veç për të vërtetën, deri ti më rritë qëllimet. Vazhdoni me mjell edhe me shit mjegull, nëse mundin i mjegull me shtin thes, e me thonë njerëz me bajnë shpin, në ta bajnë. Perceptim është Që kjo perceptim? Jo, jam ja është perceptim, absolutisht. Sore di më po populist. Maca në thes. Unë di mjegull për elektoratin kosovar, edhe ju zoti Hazir nuk ishte deshme në shmuk shtu elektoratin kosovar. Nuk voton në elektoratin kosovar maca në thes. Nuk voton. Mjegull në thes, nësh? As mjegull, as maca. Nuk voton. Është elektorat shumë i emancipum, që lëviz i ofroni ju ma shumë, vjen të ju. E shohin që ju po blokoni, kalojnë dikun tjetër. Është elektorat i emancipum. Muja, po çka është problem se Aziri po kërkon bashkëpunim, mirë komunikim edhe me vendosjen? Kush zem? Nëse ti thue, po, unë e votoj president